Të realizosh një videoklip në ditët e sotme është bërë lehtë. Mjafton të kesh para dhe kjo gjë bëhet e mundur. Nga se siç jemi mësuar të shohem, në ditët e sotme klipi bëhet për ta promovuar edhe më tej pamjen e jashtme, sesa vokalin e këngëtarit në fjalë. Edhe pse këto klipe bëhen për të pëlqyer nga masa, ky sukses nuk është i garantuar për të gjithë njësoj. Kjo sepse një buton i kanalit zyrtar në YouTube përveç butonit like e ka edhe atë dislike, apo mos pëlqyeshmërinë. Bez ju sjell disa videoklipe për të cilat ky buton është shtypur më shumë. Nana Dimri nga Kallashe, edhe pse është klikuar mbi 2 milion herë, ajo që bie në sy është numri i madh i dislike-ave, që janë përplot 4442, në krahasim me like-at që i ka mbi 5000. Edhe pse është e pëlqyer dhe ka më së shumti ndjekës në Instagram, Enca me klipin e fundit nuk është mirëpritur edhe aq mirë, duke marrë rreth 7000 dislike. Ajo që kritikohet më së shumti është pamja e saj e jashtme dhe gjestet provokative që bën her pas here. Pjesë e kësaj teme nuk ishte si të mungonte përsëri Kallashe, për kësaj radhe me mikën e saj Jessica Ndoj. Nuk ka kaluar as edhe 2 javë nga publikimi i kësaj kënge dhe shikojeni më mirë vetë punën e pëlqimeve dhe jo pëlqimeve. E shoqja atyre e skenës erotike është edhe Gugu, e cila sapo ka publikuar këngën Sun Mnalen dhe klipi nuk është mirëpritur mirë. E çuditshme, edhe Era Strefi gjendet në listën e zezë të butonit dislike. Kjo nga se kënga e Dehon, që kishte shumë klikime dhe mjaft e dëgjuar, skandali nga xhirimet e këtij klipi në Kish, në imazh të Erës gjysmë të zhveshur, i kushtoi asaj shumë shtrenjët. Shikojeni gjendjen e saj, sa i përket temës për të cilën sot po flasim. Sën, nga Fjolla Morina përmban skena jo të përshtatshme për të gjithë. Kjo gjë ka irrituar një masë të madhe duke i detyruar ta shtypin butonin dislike, më saktësisht ky gjest i saj. Geti dhe Energy Band me këtë këngë kishin marrur një numër të konsiderueshëm të dislike-ave. Geti me Luana Vjollcën me këngën Tirana Lifestyle ka marrur plot 9500 dislike. Kjo ndoshta nga zëri jo edhe i mirë i Luana Vjollcës. Luana Lifestyle vyn kom e mbind, rrezik me taku hajde me auto blind. Mos i le, nuk kam një pidje. Përpas këtyre klipeve qoverehet ky opsion. Disa të tjerë e kanë hequr fare, nga se e kanë ditur se do të kenë edhe komente negative. Njëra ndër to është këngëtarja shkupiane Tuna, e cila në klipin e saj të fundit dy tima e ka zhdukur dislike-ën, nga se në ditët e para numri i tyre ishte mjaft i madh. Dy tima nuk ishte vetmja e bllokuar nga ajo, ishin edhe videoklipet i asaj dhe pa pardon. Por Tuna nuk ishte vetmja. Këtë metodë e praktikuan edhe dyshja Blero dhe Morena Tarako, tek videoklipi i këngës My Love. Numri klikimeve shihet që është afro 2 milion e gjysma, por për numrin e dislike-ave s'mund të themi asgjë, nga se ata kanë kërkuar që shifra të mos shfaqet fare. Por, përpas këtyre opsioneve, shumica e videoklipeve e kanë bllokuar edhe komentimin, për shkak të shmangjes së problemeve me komentet fyesa. Unë jam bomba
Për fund, ajo që nuk i ka shpëtuar kësaj rubrike është Linda Morina, e cila me performancat e saja nuk ka arritur të pëlqehet pothuajse nga askush. Kanë me shkrue